يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Shtëpia e parë që është vendosur për njerëzit është ajo në Mekën e bekuar, e cila është drejtim dhe udhëzim për njerëzimin. Fihi ayatun bayinat, ndë ka argumente të qarta. Maqamu Ibrahim është maqami Ibrahimit. Wa man dakhalahu kana amina, kushdo që hyn në të është i sigurt. Walillahi ala nasi hijjul beyti men istata'a ilayhi sabila. Rrith Allahut është obligim vizita e Ka'bës kush ka mundësi. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. E kushdo që mohon, Allah subhanahu wa ta'ala është i pastër, nuk ka nevojë për krijesa. Qul ya ahlal kitab, thuaj o ju që keni libër, lima takfuruna bi ayatillah. Pse po i mohoni argumentet e Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahu shahidun ala ma ta'malun. Allahu është dëshmitar për atë që ju po e veproni. Qul ya ahlal kitab, thuaj o ju që keni pas libër, lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajan wa antum shuhada. Pse po i pengoni njerëzit në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, kurse ju e dini ata që është e vërtetë dhe jeni dëshmitar të asaj. Wama Allahu bighafilin amma ta'malun. Allahu i din shumë mirë ato që i punoni ju. Ya ayyuhalladhina amanu, o ju besimtar, in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab, nëse i nënshtroheni grupeve të atyre të cilët kanë pas libër përpara juve, يردوكم بعد إيمانكم كافرين, kanë ju kthye një bon qafira pasi që i në konë musliman. Inna awwala beyti wudi'a linnas, shtëpia e parë vendosur për njerëzit, lelladhi bi Bekke, është aja në Mekë. Mekë në Kur'an është quajtur edhe Bekke. Mekë edhe Bekke e ka njëjtin kuptim. Inna awwala bejtin wudi'a linnas, shtëpia e parë e vendosur për njerëzit, lelladhi bi Bekkete mubaraka, është ajo e cila është në Mekë, e që Mekë së bën me thonë edhe Bekke, për shkak se kështu e ka quajtur Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an. Mekë e bekuar, huda lil alamin, edhe është bon vend ka i cili drejtohen njerëzit dhe krijesat të tjera gjinët të cilët kur falin namaz drejtohen anena. Shtëpia e parë vendosur për njerëzit është Ka'bja. Do të thonë para gjë që njeriu e ka pasur në këtë dynjë është xhamia, Ka'bja. Do të thonë se xhamia është më vlefshme se sa shtëpia. Dhe besimtarët normal duhet më kujdes për xhamin më shumë se sa që kujdesen për shtëpi. Momentin që bjen niveli i besimit, i bën shtëpiat më të mira se sa xhamit, kur ka iman xhamiat i bën më të mira se sa shtëpiat. Për shkak se në xhami e fitojmë edhe dunjon edhe ahiretin. Xhamia ose xhamiat janë vendet më të dashura të Allahut subhanahu wa ta'ala. Sikur që ka në hadithin e saktë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë vendet më të urrejtura të Allahut janë tregjet, ose vendet më të dashura të Allahut subhanahu wa ta'ala janë xhamit. Pastaj kur vjen niveli i besimit, muslimanët më shumë rrinë nëpër pazare se sa nëpër xhamia. Kur kanë nivel të besimit mirë, rrinë më shumë nëpër xhamia se sa nëpër pazare.
Në tregje duhet me shkuar veç për shkak nevojës. Ki nevojë me blerë ose me shit diçka, shkon në hyrë nevojë që e kia dhe kthehesh. Në xhami duhet me shkuar edhe për qef, me ne, për me bëj ibadet, adhurim Allahu subhanahu wa taala. Shtëpia e parë vendosur në tokë është Qabja. Në disa transmetime qëndron se Qabën Allah subhanahu wa taala e ka zbrit prej qiellit. Dhe në shpjegimin e ajeteve të surës Al-Baqara, në të cilat Allah subhanahu wa taala thotë idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismail, por këto jo Muhammed kur Ibrahim alayhis salam dhe Ismaili i kanë ngrit themelët e Qabës. Nuk ka thonë Allah subhanahu wa taala i kanë vendos, dhe kjo ka dallim me vendos themelët, edhe me ngrit themelët ka dallim. O idh yarfa'u Ibrahim, kur i ka ngrit Ibrahimi alayhis salam themelët, inna awwala bayti wudi'a lin-nas, kurse këtë ajetat dhe shtëpia e parë vendosur. Më thënë, kur vendodhi është me qitë për fillimit. Jerfa është me ngrit ata që e ka bazën, e ka themelin. Për të, Allah subhanahu wa taala e ka zbrit Qabën prej qiellit. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas, shtëpia e parë e vendosur për njerëzimin, lelladhi bi Bekke, është ajo e cila është në Mekë. Qabja pastaj, koha ka kaluar, njerëzit të larguar, me ka mbuluar dheu, pastaj kanë ardhur, kanë rindërtu, pastaj kanë ardhur, kështu Ibrahim alayhis salam, pastaj edhe mas Ibrahimit alayhis salam abet është prish Qabja, pastaj kanë ndërtuar Arabt në kohën kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte hala i ri, dhe prej asaj kohe është ndërtuar Qabja në mënyrën që është ndërtuar tash, jo e plot, për shkak se Qabja e plot e ka dhe arkun përpara, dhe kështu ka me vazhdu me lejnë Allah subhanahu wa taala deri para ditës Kiametit, derisa të vjen në Habesh i Etiopian që është kafir, edhe ka me prish Qabën guri për guri, si për ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po ndoket se peshan me njëri shtrem, një farë pusi kur gjëheq e vjen mundësia, pozita me aprish Qabën muslimanëve. Guri për guri. Dhe në këtë ku bëhet pyetja pse u prishet Qabja muslimanëve, se si u vinë ma, se këta po ka musliman të hajrit, ty ben të këshillon ata me hyp me prish Qabën hiq. Pa me që sënë të hajrit, mas u vinë asë Qabja asë. Kur gjë hiq, besimtar, musliman, nëse nuk janë në gjendje me u kujdes për fejnë të tyve, për simbolet e fejës të tyve, për nuk e vyna e feja, ta s'kanë kur farfeje. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bekkete mubarakan wa hudan lil-alamin. Shtëpia e parë që vendos për njerëzit është ajo në Mekë, Qabja, e cila është bekume, edhe veni përreth Mekës është i bekum, e ka bekuar Allahu subhanahu wa taala. Edhe drejt asaj drejtohen muslimanët kur lidhen në namazet e tyre. Fi ajatun bayyinat, në Mekë, në Qabë, ka argumente të qarta. Prej argumenteve të qarta është edhe maqamu Ibrahim, vendi ku i ka vendosur kombët Ibrahimi alayhis salam për me ndërtuar Qabën. Se Qabja ndërtimi i saj është i lartë. Ibrahimi alayhis salam e ka ndërtuar guri për mi guri, e ka rindërtuar, e ka ngrit themelët guri për mi guri, derisa kur ka shkuar natë që ka dashur me afru një guri, me hyp mbi një guri, pastaj me ndërtuar, me ngrit muret më të larta të Qabës. Dhe ai guri në cilin i ka vendosur kombët Ibrahim alayhis salam, që e ka përdorur si shkallë për me mujt me ngrit manat të themelët të Qabës, ekziston aty sot dhe asaj dite. Quhet maqamu Ibrahim, vendi ku i ka qëndruar Ibrahim alayhis salam për me ndërtuar Qabën. Dhe është sunet me kur të shkryhet tavafi, me shku me i farë 2 rekate mrapa, me maqamu Ibrahim, mrapa ati gurit në të cilin
Ibrahim a.s. I ka vendos kohën. Pastaj për argumenteve është uji Zemzemit, pastaj për argumenteve është Safa dhe Marwa dhe argumentet të tjera, fiha ayatun bayyinat në Qabe ka argumente të qarta. O man dakhalahu kana amina, dhe kush do që hyn Qabe është i sigurt. Pjesë komentatorët e Kuranit thonë e kanë për detyrë me këtë ajet Allah subhanahu wa taala I ka urdhëruar muslimanët që mos mengus kërkon kur është në Qabe. Ta mos me pas luft, mos me pas vrasje, mos me pas zullum, mos me pas padrejsi, mos me pas kur gjë. Njëri ka në Qabe me krye umrën, ose ka në Qabe me krye haxhin, atë me lëmë bëj ibadet, mos me nus, mos me bë padrejsi, mos me bë zullum, mos me bëshqetësu kur gjë hiç, veç me mundua me I afruar kushtet sikur që hin për shembull njëri namaz, është edhe njëri që e kryen haxhin ose umrën të bë ibadet Allah subhanahu wa taala. Pjesë tjetër e komenteve, o men dakhalahu kana amina, kushdo që shkon Qabe e kanë për detyrë muslimanët që jetojnë aty me ofrua siguri atyre që vinë Qabe. Me ofrua të me siguri për shkak se ata janë njerëz që kanë ardhur për me I bërë ibadet Allah subhanahu wa taala prej vendeve të ndryshme, janë njerëz të huaj, nuk janë vendas dhe ata që janë vendas duhet ose e kanë për detyrë me ju afrua atë me siguri. Nëse do me mos dikush me vozullon ose diçka ata duhet me dalë mbrojtje njerëzit që janë përgjegjës aty. Walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Kjo pjesë është që e bën obligim haxhin. Për hir të Allahut subhanahu wa taala haxhi është obligim për ata të cilët kanë mundësi. Kjo është ajeti, pjesa e ajetit që e bën haxhin farz. Walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Për hir të Allahut subhanahu wa taala është obligim kryerja e haxhit, vizita e shtëpisë, që sa shtëpi e parë që vendos për njerëzit, por ata të cilët kanë mundësi, kurse mundësi për haxh janë dy lloje, ose dy kushte për modalitet që njeriu ka mundësi me kry haxhin, ato janë pasunia, do të thonë po parët, mundësia për me mund me shkuar dhe më kthye, edhe qëndrueshmëria shëndetësore që njeriu me konë që mundet me përballu, do thonë mos më koni që s'mund me përballu që ato të. Kushdo që fizikisht mundet me përballu me shkuar dhe më kthye këto të, edhe aspektin material, ka pare sa me shkuar dhe më kthye, e ka obligim me krye haxhin. Kushdo që në aspektin shëndetësor e përballon udhëtimin me shkuar në Mekë edhe më kthy, ka çaq shëndet, edhe ka çaq pasuni sa me shkuar me krye çdo udhëtim. Për shkak se të na shpesh I bën hile, pritin më bën milioner tani me kry haxhin. Nuk do me pas shtepër parë me disa me shku me kry haxhin. Nëse, për shembull, haxhi tash kushton në llogaritmi 6.000 euro ose 7.000 euro, kushdo që I ka që kaq pare, e ka obligim me kry haxhin. Sa është një udhëtim me shku atyre se kur shkoj këtër me bë pushime për çef vetën, nuk shkoj pas 100.000 euro për me shku me bë një udhëtim 500 euro ose 1.000 euro se kushton. Si ti ken para për udhëtim çfarë shkon? Për para të tjera thotë se punoj më tjetër, kur bëj për haxh, do të me Allahun gjysmën e dunjas për me mujt me çul haxh. Kushdo që ka mundësi shëndetësore që e përballon këtë udhëtim, edhe ka pare sa me shkuar dhe më kthy, ose pasuni, se nuk ka pasur pare, nuk ka pasur diçka gjona që mundesh me shit ose tjera, e ka obligim me shkuar haxhin me krye një herë në vjet. O man kafar, një herë në vjet. O man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, e kushdo që mohon bën kufër, Allah subhanahu wa taala nuk ka nevojë për krijesa. Një pjesë e dietarëve mendojnë se edhe mos me krye haxhin, kush ka mundësi me krye haxhin, nuk e kryen haxhin, niveli I gjunat është tepër I rënd, kurse nëse ka mohim të asaj, nuk ka dëshkëtim se ai del pe fesë Allah subhanahu wa taala. Dhe kushdo që del për fesë Allah subhanahu wa taala, kur dëgjon si bën Allah veç veten e hum
fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allahu s'ka nevojë për njerëzimin as për krijesat kundrejt. Hadithin e saktë e sallallahu alaihi wasallam ka thënë sikur njerëzit të gjithë më pasi shpirti më i mirë, edhe gjinët të gjithë më pasi shpirti më i mirë, edhe me adhuru Allahu subhanahu wa taala kur gjësë si shtojnë Allahu subhanahu wa taala në pushtetin e tij. Edhe me një çka do që dojnë me lypë Allah të krejtë me opresu Allah që ata shka po lypën, kur gjësë nuk i paksojnë Allah subhanahu wa taala në pasurinë e tij në pushtetin e tij. Edhe krejt njerëzit e gjinët e qka ko krijesa, krejt më mos i ma i keq i shpirt, kur gjësë një bërë keq Allah subhanahu wa taala, dhe më qumë, më huaj, mësë me besuaj, më shëtë, kur gjësë i bërë Allah, veç i bërë zarar veti, fejnë Allah ghaniyun 'anil 'alamin, Allah subhanahu wa taala s'ka nevojë për krijesa heq, vetëm ne jemi ata të cilët kemi nevojë për Allah subhanahu wa taala. Kul ya ahlul kitab, thua o Muhammed, ahlul kitab, ja diva krishterëve, edhe ju musliman të gjithë, lima takfuruna bi ayati Allahi wallahu shahidun ala ma ta'malun. Se i mohoni argumentet e Allahut, ashqare dukshme. Allah subhanahu wa taala din shumë mirat që ne të bëjmë. Është vërejtje, me thonë Allah subhanahu wa taala, unë e di shletë të moti, njëri me thonë është pak fështirë. Ne i kujdesë unë e di shletë të moti. Kur thotë Allah subhanahu wa taala, wallahu shahidun ala ma ta'malun, Allah dhe që shiritu i deviju argumentet. Qul ya ahlul kitab, thuaj o ju që keni pas libër, lima tasudduna an sabilillah, pse po i pengoni njerëzit në rrugën e Allahut, çka keni? Se shejtani ka që deri në atë nivel, sa që shkërbe që është që thirë të Allah subhanahu wa taala i pengon. Çdo vepër e mirë për të Allah subhanahu wa taala i pengon. Pse kështu? Pyetja është interesant me pyet njerëzit. Pse ju pengojnë grupe ata të cilët adhurojnë Allahun? Çka keni? Lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha 'iwaja wa antum shuhada. Pse po i pengoni njerëzit? Funi, nëse ti nuk je që adhuron Allahun, pse ti pengon ata tjerë që adhurojnë Allahun? Nëse ti do më mohuar çështja jote, ki me paguar në botën tjetër, po pse i pengon ata që janë të adhuruar Allahun subhanahu wa taala? Edhe ju me mërëndësinë e juve e dini shumë mirë se ata kanë drejt. Për shkak se të gjithë njerëzit e dinë në mërëndësinë e tyre ajo që është e drejtë. Sa që edhe Firauni e ka ditë në mërëndësinë e tij se është u bozullum. Edhe ka ditë në mërëndësinë e tij që s'është zot hiç, edhe ka ditë që s'ka drejt hiç. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Vjen fundi ajetit tjetër, Allah subhanahu wa taala nuk është i shkujdesur për atë që jeni të vepru. Thonë jeni në vëzhgim të Allah subhanahu wa taala. Dy thirrje për ata të cilët janë ahlul kitab, thirrja e tretë, ja alladhina amanu, Allahu drejtohet muslimanëve. O musliman, in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yurdukum ba'da imanikum kafirin. Që ata që përdorni treguar për fesë, nëse ju bindën e atyre, keni më bon qafira dhe ju keni për detyrë me adhuru Allah subhanahu wa taala drejt. Dhe kërkush nuk ka arsye nëse me adhuru Allah drejt për shkak se në kanë bon ata, në kanë pengu ata, kërkush eq. In tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yurdukum ba'da imanikum kafirin. Nëse i nështroni atyre të cilët kanë pas libër përpara në pengimin që bën ata në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, keni më bë ju qafira sikur që janë ata. Allah subhanahu wa taala tregon për popullin e Firaunit, fastakhaffa qawmahu fata'uhu. I ka tutë Firauni popullin e kanë nështruar. E tutë, innahum kanu qawman fasiqin, për të qafira veç se i ka tutë Firaunit. Këtu kanë bërë kufër ata. Edhe nuk i ka rësetua Allah subhanahu wa taala. Se e keni besu Firauni për zotë, pa e dhe këmë në amit, anë? Fastakhaffa qawmahu fata'uhu. E ka friksuar Firauni popullin e vet. E kur e ka friksuar, nuk ka friksuar thjesht, e ka friksuar me të madhe. Nëse në disa transmetime vetëm të çështja lindjes së Musës alayhi salatu wassalam,
me atë vendimin që ka bërë me myt fëmijët, qëndron se Firauni ka myt 70.000 gra shtatzon me gjithë fëmijët e tyre, që bojnë 140.000 njerëz. Edhe çfarë njerëz, niveli më i ndihshëm. Për njerëzimin nuk ka nivel më të ndihshëm se sa një grup shtatzon. Nuk ka krijesë që duhet me kujdes me rujt më shumë se sa një grup shtatzon. S'ekziston, nuk ka diçka. Një krijesë që duhet me rënë kujdesin për te, më shumë se sa një grup shtatzon. Dhe bashkë këta, Firauni i ka myt 70.000, shtoja ka një fëmijë që e kanë pas 140 fëmijë. Fastahaffa qawmuhu, kështu i ka tut popullit. Si ka tut me fjalë, ka tut me vepër. Fata'uhu, ata i kanë nështruar. Ju kanë nështruar më shafira. Sa nuk ka arsye tim. Por kërkon për shkak frikës me më kufër. S'ekziston kjo, s'ka arsye. Kushdo që për shkak frikës i lën bazat e fesë është kafir. Jem ka thonë, jem ka bo, ani e kje kufrin me shnet. Ja alladhina amanu, o besimtar, in tuthi'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Nëse i nështroni dhe i lëni bazat e fesë, ato të cilat ato nuk bën feja, ose i veproni ato të cilat e prishin fejnë, për shkak se në dy mundësi për me bo kufër, mundësia një është me ilo veprat të cilat janë të domosdoshme, edhe mundësia dytë me veprua veprat të cilat e prishin fejnë. Dhe kjo është dy mundësi, me ilo veprat të domosdoshme, ose me veprua veprat të cilat e prishin fejnë. Cilë nda për këtyre që e bën njerëzit, për shkak të frikës nuk arsyetojnë të Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe kthehemi mohim pa besim pasi që ata kanë besuar. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.